Besoni që në fillim nuk është që dikush ka besu që na kena më bo kampion, sepse startin e kampionatit e kena pas ka gjatë vështirë. Ishmi të fokusuar të ndeshjet e Europës, ishke fillimi vetëm i Superligës edhe ne ngetshmi me ndeshje, humshmi ndeshje sepse fokusi ishte te krejtë ndeshjet e Europës, pastaj lëndimet cilat na përcjellshin gjatë gjithë kohës, mënyra për të menaxhu lojtar për mos me i ngarku në dy ndeshje, rujtja e lojtarëve ndoshta në Superligë sepse ndeshjet më të rëndësishme ishin në Kupat e Europës, edhe masanina nuk arrishmi rezultatet. Kundërshtarët ikshin me pikë edhe atëherë domethënë ishin shumë skeptik të gjithë që ne kemi me arrit me mbrojt titullin kampion. Por që ne kemi besu të puna jonë sepse e dishmi ku jemi, i dishmi saksisht gjenjen mrena për mrena grupit, potencialin që ne kishim, edhe kemi besu nuk kemi dorëzu pavarësisht mënyrës së çka ecë. Ajo ndoshta shka i përcjell ato ekipe apo që e bën dallimin ndoshta mes neve Ballkanit dhe ekipeve tjera është konsistenca që ato kanë, ndoshta ajo përvoja e besimit në ato se shka krijojnë, që ndoshta kjo ju mungon, po kjo nuk fitohet asnjëherë me një investim ose me diçka, kjo fitohet me kalimin e kohës, kjo fitohet me kohë, me përvojë. Një gjë të tillë e kem fituar dhe e kem kriju, edhe ne nuk heqim dorë nga ajo, pavarësisht që ndoshta me një moment caktuar ti mund të kesh ramje, por na nuk lëkundemi nga qëndrimet e tona dhe nga besimi jon, për dallim që ndoshta ekipet e tjera i përcjell ky fenomen edhe mund me ngecë në fund dhe mundën me qenë ndoshta ne edhe Ballkani sikur ato ekipe që luftojmë deri në fund. Unë mendoj që me kalimin e kohës kualiteti i ekipeve tjera është, vetëm që ndoshta ju mungon diçka, e që me kalimin e kohës ndoshta edhe ato kanë me i përmisu ato gjona, edhe nuk kisha me thonë që kampionati zhvillohet ndoshta veç në mes dritës edhe Ballkanit, sepse ka ekipe jashtëzakonisht forta, edhe menoj që liga me 10 ekipe e ka bo mjaft konkurruese ligën, sepse gjithë secili ekip e ka një synim edhe e ka një qëllim që deri në fund duhet luftoj. Për shembull ne për kampion, 3-4 ekipe tjera janë që luftojnë deri në gjiron e fundit për me siguru kupat e Europës, e ka ekipe domethënë tjera që deri në fund luftojnë për mbijetesë. Domethënë në mesin e 10 skuadrave në Superligë, asnjë ekip nuk e ka komoditetin që me thonë deri në gjiron e fundit unë 10 gjero pa kry kampionat, jam në rregull edhe çka do që të ndodh. Domethënë është një ligë mjaft rivalizuese dhe mendoj që është jashtëzakonisht e qelluar ky sistem i gol. Një pyetje rreth titullit, sot kur e shikoni, meqense veç është zyrtarizuar, ç'a mundesh me pa ndoshta 2-3 elemente që mendon që e kanë shtyr për të arritur deri tek sukses, qoftë nga ana e trajnerit, qoftë në aspektin e organizimit si klub, që janë 2-3 pikat kryesore që mendon që Menoj që ka shumë faktorë dhe shumë pika kryesore që të çojnë drejt një arritjet një suksesit. E thash më herët, besimi që duhet ta kesh në ato që ti bën. Nuk muj unë me marr një lojtar dhe mos më besu, atë është totalisht e gabueshme. Ose nuk muj me marr një trajner dhe me thonë se më kanë thonë që është i mirë, amone nuk e di. Nëse ne nuk jemi të bindur për ato që e ofrojmë, atëherë para se mi anis, luhatja është veç hala pa fillu ki luhatjet e tua, edhe masanina gjatë rrugtimit që ti kim mund me pas ulje dhe ngritje, kjo mundet më të kushtu.